Pra fitoria e parë simbolike është ajo e bashkimit të qytetarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike apo apolitike, janë bërë bashkë dhe kjo është diçka shumë e mirë, shumë e rëndësishme për demokracinë shqiptare, sepse duhet vit dita ku qytetarët shqiptar të reagojnë për veten e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Fitoria e dytë simbolike është fitoria e qëndresës në kohë. Shumë mund të mendoni se protesta lodhej, por protesta vazhdon tashmë 24 ditë në mos gabohem, dhe kjo është pra fitoria e dytë, e cila lidhet sigurisht me të parën, që janë fitore simbolike. Por mbeten në rrafshin e simbolikës sepse nuk e detyrojnë akoma pushtetin. Në një regjim, qoftë demokratik, qoftë autokratik, unë besoj se në Shqipëri jemi në regjim autokratik, por kjo vlen edhe për regjimet demokratike, pushteti ndryshon vetëm kur është i detyruar të ndryshojë. Për shkak se pushteti ka votat në parlament, ka bashkitë, ka administratën dhe nëse nuk është i detyruar të ndryshojë, ai nuk ndryshon. Dhe për këtë, ju e thatë, duhet një trysni e cila duhet vi në rritje me përshkallëzim edhe një organizim më i qartë që të bëhet pra pushteti të jetë me shpatulla mbas mujit dhe të detyrohet të ndryshojë. Në momentin që ne po flasim bashkë, kjo trysni nuk ekziston akoma. Në këtë analizë argumentoni se kërkesat e protestës duhet jenë të qarta dhe të arritshme, por cilat do të ishin sipas jush 2-3 kërkesat që mund të bashkojnë shumicën e protestuesve dhe të jenë të realizueshme? Pika e parë që duhet të themi dhe për gjithë personat që na dëgjojnë se euforia që ka prekur protestën në aspektin e gëzimit që ka sjellë shumë qytetarë ka pamundsuar analiza si ajo që janë munduar të bëjnë, pavarësisht se i kemi bërë, i ka pamundsuar dëgjimin e tyre. Protesta në Shqipëri ka pasur shumë dhe ne duhet të mësojmë edhe nga eksperjenca dhe nga historia. Protesta është një mjet. Nuk është një qëllim në vetvete, është një mjet i cili vendoset në shërbim të një strategjie politike. Dhe ndaj është edhe që them që duhet të ketë objektiva qëllime të arritshme. Qëllimet e arritshme për shembull nuk mund të jenë Rama në burg, sepse nuk e kanë dorë protesta dhe nuk e kanë dorë as vetë Rama ta çojë veten e vet në burg për ta pëlqyer, për t'i bërë shefin protestës apo jo. E ka në dorë drejtësia e cila në teori, pavarësisht se në Shqipëri ka kufizimet e veta, në teori është e pavarur. Ndaj protesta, nëse qëllimi i saj është ta çojë Edi Ramën në burg, e ka një qëllim të paarritshëm dhe si të tillë nuk mund të njohë suksesin politik mbas suksesit simbolik. Unë mendoj se protesta si mjet është një mjet kundërshtues, e kam thënë në disa shkrimet mia, pra personat bëhen në shesh bashkë kundër diçkaje dhe jo për diçka, është një element shumë i rëndësishëm sepse kemi parë shumë grupime të ndryshme që tentojnë ta përvetësojnë protestën duke paraqitur sikur ajo është një dhe e vetme, ndërkohë që në atë shesh ka njerëz me bindje nga më të ndryshmet. Dhe kanë arritur të bëjnë bashkë, jo për diçka, pra jo në aspektin ndërtues për një projekt për Shqipërinë apo për një parti politike apo në mbështetje të një individi, por janë bërë bashkë kundër diçkaje, pra kundër Edi Ramës. Është i vetmi emërues i përbashkët 100% të protestuesve. Dhe ndaj më kërkesa. Jo, është e mjaftueshme, thjesht atë pyesja kundër diçka, në rastin konkret kundër Edi Ramës, por është e mjaftueshme kjo Andi dhe jo rreth, pra duhet të jetë kundër diçkaje, kundër një individi dhe jo rreth një alternative? Është më se mjaftueshme në momentin në të cilën ndodhemi, që është momenti i kundërshtimit. Unë e them shpesh dhe disa njerëz e kanë pak vështirë ta dëgjojnë në kuptimin që duhet ta pranojnë një realitet politik. Realiteti politik i Shqipërisë është që edhe nëse rrëzohet nesër Rama, pra protesta arrin objektivin e saj maksimal që është rrëzimi i kryeministit nga qeveria, ai ka të drejtë të paraqitet përsëri në zgjedhje. Nuk mundet ta ndalojë njëri që ai paraqitet. Ndaj momenti i ndërtimit, i alternativës, i projektit, duhet të jetë momenti i dytë që duhet pasojë, që është momenti politik i ndërtimit dhe më pas të largimit nëpërmjet votës. Unë besoj tek demokracia dhe nuk do të rresht asnjëherë nuk do rresht asnjëherë të besuari në te, dhe vetmja mënyrë për të larguar dikën në mënyrë përfundimtare është vota. Ndaj mos i ngatrojmë kohët e politikës. Koha e sotme është koha e kundërshtimit. Të bëhemi bashkë për të arritur te kundërshtim, sepse nëse ne do fillojmë aspektin e ndërtimit që ju thatë për alternativën, ajo do thyejë protestuesit. Edhe do psoj, do zbe forcën përbashkuese të qytetarëve. Por kjo nuk do thotë që nesër, mas 2 ditësh, mas 3 ditësh, mas një jave, të mos fillojë koha e ndërtimit, ku gjithë secili të propozojë alternativën e vet. Ndoshta protesta mund të dalë me një parti, me disa parti, me disa rryma politike, që qytetarët shqiptar të kenë mundësinë të zgjedhin të lirë mbi atë që duan të bëjnë për Shqipërinë. Po, Andi, por nëse qytetarët që dalin në shesh dhe brohorasin në kor Rama Burg, Berisha Burg, që do të thotë nuk janë për asnjë prej 2 alternativave, as për Partinë Socialiste që është në pushtet dhe as për Partinë Demokratike. Këta njerëz, përveç se largimit të Edi Ramës,
duhet të dinë se cila është alternativa atyre pra t'jenë në mënyrë pra t'jenë paralelisht. Jo thjesht të largojmë Edi Ramën dhe nuk dje se çfarë sjellë nesërmja. Nuk qëndron këtë tesë? Po, pikë së pare, unë nuk besoj se janë qytetarët Bramanburg, Berishanburg, sepse aty ka me qindra me mira demokrat, që në ditën e parë, dhe unë besoj se është në nderin e gjithë demokratëve që kanë dalur në atë protestë edhe kanë mbështetur protestën pavarësisht anatemimeve që janë bërë Partisë Demokratike. Unë personalisht jam shumë krenar që jam antar i Partisë Demokratike sepse tregojmë sinqeritetin e angazhimit ton. Ne jemi kundër Edi Ramës dhe pavarësisht se disa persona mund të na sulmojnë, ne do ndalim tim mbështesim ata. Që të gjithë bashkë të sjellin rrëzimin e Edi Ramës. Me mirë, unë kam parë çdo natë janë deputetët e Partisë Demokratike, kam parë Kliti Hotin, Greta Bardelli, Klodiana Çapja, Belind Kolliçi, Klevis Balliu, kam parë pafund. Kush janë këta disa persona që mund të thrasin Berishanburg? Ju thoni që aty janë shumë demokratë. Po nuk duhet ti. Po kush brohoret Berishanburg? Po ka dhe njerëz që nuk e duan Partinë Demokratike dhe Berishën, nuk e ka pretenduar njëri të kundërtën. Por se sa e madhe është kjo masë, në momentin që ne flasim është e pamundur që ta identifikojmë. E vërteta është kaq e thjeshtë dhe ju a them me sinqeritet, nëse mund të kishte një studim që të tregonte se sa përqind e protestuesve janë edhe kundër PD-s, atëherë ne mund bisedonin. Por në momentin që ne po flasim, duhet të analizojmë disa thirrje në korë negative, të cilat na pamundësojnë absolutisht ta dimë se sa e madhe është kjo rrymë brenda protestës. Ndaj unë nuk dua ta trajtoj, ndaj nuk trajtoj as partitë e tjera politike. Ndaj ne dalim edhe njerëz se projekti është qëllimi i paktën i yni si antar të Partisë Demokratike është të rrëzohet Edi Rama. Në këtë drejtim pra, që është e vështirë të mendoj, nëse qytetarët kur të rikthyer pyetjes suaj fillestare duan të dinë se çfarë të ndërtohet, edhe një herë pse duhet të ndodhi në një moment të dytë, ose nëse ndodh sot, edhe kjo është një mundësi. Por protesta dhe personat që janë brenda protestës duhet marrin parasysh faktin që kjo mund ta zbeh protestën. Sepse nëse edhe një flasim për aspekte që do na ndajnë dhe jo në aspekte që do na bëjnë bashkë, shumë njerëz mund mos dalin më në protestë. Edhe atëherë protesta do ketë humbur atë vrrullin e saj. Nuk ka asnjë gjë, edhe një sektor politika nuk është shkencë eksakte, mos më keq kuptoni, këto janë mendime që unë i sjell që të zmadhohet protesta në momentin që jemi. Por sigurisht nëse personat duan të diskutojnë për Shqipërinë, të cilën duan sot, atëherë do rrezikojnë të thyen protestën, edhe një aty është Partia Demokratike, por është Partia Mundësia, është Partia Lëvizja Bashkë, Lëvizja Bashkë, është Shqipëria Bëhet, janë disa rryma dhe janë shumë rryma tjera nga shoqëria civile. E kuptoj. Edhe diçka te kjo pjesë, kur thoni që projektimi apo vizioni së nesërmes mbetet në një moment të dytë, tashmë parsorë ose kryesore është rrëzimi i këtij pushteti. Edhe kur votojmë, Andi, në momentin që ne hedhim votën, e kemi projektuar në mendjen tonë. Pra vota është një jo është një plus ose një po për partinë që ne duam të vinë në pushtet.